Pozitivisht janë përgjigjur përfaqësuesit e partive politike ftesës së presidentes Vjosa Osmani për takime me synimin për ta zhbllokuar seancën konstituive. Deputetja Mimoza Gusari Lila konfirmoi se kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti do të marrë pjesë në takim, por nuk shprehu pritje për marrëveshje në institucionin më të lartë të shtetit. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi shprehu pritjen që në takim Vetëvendosja të reflektojë për situatën në kuvend. Shpresoj se gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shprehë jo vetëm opinionet tona, por për të pasur një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdalje nga kriza. Deputetja e Lidhjes Demokratike Hykmete Bajrami tha se nëse në takimin e organizuar nga presidentja kundërshtohet propozimi i LDK-s për qeveri tranzicionale të spektrit të gjerë, atëherë i takon Vetëvendosjes të ofrojë alternativa të reja krahas thirrjes për të bashkëqeverisur me LDK-n. Me kemi thënë sa herë, lëvizja Vetëvendosje i ka edhe 13 parti të tjera parlamentare, të cilave nuk ju ka bërë ofertë siç i ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se nuk është i njoftuar me formatin e takimit dhe bëri të ditur se në të mund të jap ide për ta tejkaluar ngërçin politik. Kanë dëgjojmë presidentin me pashe çfarë qëndrimesh ka ose çka sugjeron. Njëjtën kohë, nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim. Ftesën nga presidentja kanë pranuar vetëm përfaqësuesit e subjekteve politike të regjistruara në KQZ për zgjedhjet e 9 shkurtit. Përrjedhoi lider të partive që kanë qenë pjesë e koalicioneve si Fatmir Limaj që drejton nismën socialdemokrate nuk janë ftuar. Në të gjitha ftesat e cilat janë në funksion të bashkëbisedimit, të shqetësimit dhe brengosjes për gjithë zgjidhje, në ftesa tilla ne gjithmonë i përgjigjemi pozitivisht, pavarësisht nga kush vjen në ftesë. Por skeptik për rezultatin e takimeve është shprehur ish deputeti Afrim Kasolli, i cili ishte i ftuar në specialen e KTV-s për vazhdimin e 15 të seancës konstituive. Mund të ketë kërkesa, sepse kërkesa tilla i kanë bërë subjekte të tjera politike, mirë po nuk është mandatin e saj që ta detyrojë ta obligojë lëvizjen Vetëvendosje ta ndërmarrë një veprim të tillë, sepse kjo është në vullnetin e saj politik. Jam pesimist dhe skeptik që mund dalë diçka pozitive nga ky takim konsultativ. Zyra e presidencës ka njoftuar që serinë e takimeve konsultative rreth çështjes së konstituimit të kuvendit do ta nisë nga e njëjtja e 15 majit.